Alo. Alo, o mirë, ërdi. E mo qerben, fledoto, i zënja. Flasër, që ke, që halli E kishe? pe ato që të kam nisë në WhatsApp-o. Ato lajmin me Elon Musk me Trumpin, ërdi. E pe, ishte prishur Masku me Trumpin, ore. Shoh flet, ërdi, pa as 2 muj nuk zjati më da mërë, që po atë Po shurdi. ky pas ka qenë budalla fare, bre, ore, me të madhin duhet ta kesh mirë, ore, duhet ta mbash mirë muhabet, duhet ta kesh si vëlla, ore, ta respektosh. Po normal, ërdi, që janë rotacion gjanat, janë reciproke. Po de, më ndimo të ndimoj, e ke parasysh. Ue, po ky pas ka kenë. Ore, i trashë fare, po të thënë, ne kemi 12 vjet që punojmë me Ramën, e çka ka gjetur, ja, shiko kramollës jemi, na ngacmon njëri gjë. Po shes uaj, por me të parën e vendit duhet majt mirë ti, në herë duhet të shkelje syni, Po. në herë duhet lujnë e kjo. Kusha? Gishti do me thënë se s'më shef se jam të e vë me gisht, po jam Aha, telefon. ejde, në qokat, në këto gjëra. Por po të çaj budallë, jemi neo që rastim ta me vera nga 33-4.000 euro, 35.000 euro. Ure ti, Hajde. ure po vera se nëse gjërdi, po respektoj ërdi, jepi 3-4 vila në Bregdet, në kompleks, në resort, Ja, tamam. jepi një muaj me vota kur janë zgjedhjet, Ende. një muaj për fushat elektorale. Po dhe tamam. Ky Elon Musk pas ka pas menje me bërë raketa me ikë në Mars ërdi. Po çfarë do bëjnë në Mars njerëz, sikur në Mars nuk ka as Be. njerëz, as lëvizje, as turizëm nuk ka, as Be. plazhra që të bëjnë në një resort të thuash. Po tamam, pastaj sa mund të jetë metri katror në Mars ërdi, kot në kot. Lere fare me 200-300 euro ishte më duket, sa be. Që ke ka kot fare ërdi. Po një sekond mos e mbyll një sekond. Vazhdo. Më fry një çik te goja, se është si e nxehtë. Direkt. Ajo një çik. Ajte. Alo, o mira, pardi. Me cilë të Jo, folër se po i thoja mazhordomit të më frynte një çik se më qelloi ajo Aragosta e nxehtë, Po prandaj. ti folër unë tash po më thashë bu se çe pasat ky më fry çik në gojë erdi. Jo be jo. Ore. Shnet e frata. Faleminderit. Ore, je me njerëz aty ti. Kush ishte ai që të thashë atë? Jo, është ky punëtori që jap rrogën që më sa të shnet kur të shtinje. Ore, sa e paguan atë ti? 1300 euro në muaj erdi, po 500 i hez në bank, 500 tjetër e jap në dorë. Po shumë mirë. Po e çfarë punë bën ai aty në ty? Po ishte që të bëj erdi, rrimra pa me, kur të shtim sa shnet, kur kollitem sa të kolla me sheqer si në një gjë kështu, mishk. Po çka është mirë, sa mirë e pas ke gjetur. Po çfarë flet erdi, luks, se kshu ku punon me mend, punon me shtetin, me Ramën, jo si Masku që i ku prish me Trumpin anej. Po budalla, s'di ta vlerësoj gjën. I sekond mirë se është i blet tu aty. Por është madje se ka me blet tu aty. Si urdhëron patron. Kini mendjen punë. E shtonë diel. Lene se Buk me djaz. Po kush ishte ai që thoshte shtonë diel? Është i punëtor tjetër di që kam kështu kur më afrohet në i blet ose në i grer vjen ky apo ja 2-3 herë shtonë diel ose buk me djaz ne largojmë. Ore, po nuk ke si bën para to. Po nga luksi tepër dërdi që vetëm nga mirëqenia madhe. Po edhe se kështu ka lezet, kështu shpenzohet lek por. Jo si punë Maskut që rrin nëpër kompjuter aty që ran syt tër ditën me raketa me gjëra kot më kot. Ure me qira fjorti. Ore, dikush më ka bëj ofertë erdi. Kush? Muli erdi. Kush mulo? Muloga. Po ç'nea, çfarë të sa? Po tash do t'i ke thënë doktori se ç'nea i vet. Po normal. Po ta marrim në pushtetin do punoni me ne, do na bani kraneve tha si venon. Jo, ore, po dashkë, po kur del aty na shani aty jo oligarkët ashtu. S'duam thoj. Le që ku do ta marrin ata pushtetin. Po normal erdi, bëni se janë fare tash iko mund na lera aty. Shumë mirë ke thënë. Po tash. Ika se kam çik zhuar. Mirë. Jazi. Po patron. Kap një 200-500 euro aty në çanta time dhe hajt mi fshin çik djersën se si vapë bre. Si urdhëron? Hajde, nxitojnë çik. Erdha.